Ju përmendet vendet e tjera të Gjirit. Sapo ka filluar lufta dhe dëmi ekonomik ka qenë kolosal në Dubai, Oman, gjithë vendet përreth, të cilët këto i kanë godit për arsye të marrëdhënieve me Sheban. Para disa ditësh, nuk e di, do ta keni lexuar me siguri, pashi këto vende po mblidhen bashkë që ca masash marrin për mos qenë kaq të hapët me Sheban që të ruajnë interesat e tyre. E para, e dyta është kjo luftë a bëhet thjesht për interesat e reja gjeopolitike, ekonomike me Azinë, apo bëhet edhe për Izraelin, apo po përdoret Izraeli si shkak? Është pak interesante, ndoshta edhe kur... Se s'ka qenë, mendimin tim, s'ka qenë asnjëherë kaq e paqartë dhe kaq confused situata në botë. Nuk ka qenë asnjëherë kaq e paqartë në fakt dhe kaq e pasigurt, megjithatë me një president si Trumpi, i cili dhe në mandatin e tij të parë e tregoi një qasje më të ngushtë me Izraelin, që kur ndroi lëvizje ambasadën dhe kishte gjasa që edhe mandati i tij i dytë të afrohej dhe të ishte në një lidhje me politikën e jashtme të Izraelit. Për sa i përket vendeve që ju përmendët, Arabia Saudite, Emiratet e Bashkuara, Omani, unë do të thoja që për sa kohë ato kanë pranuar të jenë të varura nga ajo çka i ofron SBA-ja në termat e sigurisë dhe të mbrojtjes. Pra e gjithë garancia që ata marrin për sigurinë i vjen nga SBA-ja dhe vetë fakti që kanë hapur dyert e shtëpisë të tyre për bazat amerikane është në fakt një kërcënim për to, aq sa është dhe një mbrojtje, sepse i bën target të Iranit ashtu sikurse dhe ndodhi. Edhe fakti që ato përpoqën të ishin neutrale në fillim të sulmit dhe të adresonin Iranin duke i thënë që ne nuk do ta lejojmë territorin tonë qoftë ata error të përdoret nga SBA, në fakt kjo nuk u mor parasysh për sa kohë dhe Irani e di shumë mirë këtë që SBA-t janë aty dhe bazat nuk bëhen kot, bëhen pikërisht për të mbrojtur, për të sulmuar apo për të paraprirë një sulm.